Nisma Shqipëria bëhet zhvilloi këtë të njëjtë një takim me banorët e Laprakës në Tiranë. Kandidati për deputeti i këtij koalicioni, Edri Shabani, kërkoi votat për Nisma Shqipëria bëhet në 11 maj, pasi siç tha Edi Rama, që është në pushtet i përbuz qytetarët me terma si Çyryk dhe Autik. Shabani shtoi se në 11 maj votohet edhe për dinjitetin. Çdo fëmijë shqiptar që lind sot, lind me 6.000 euro borxh. Kush e ka marrë këtë borxh? Kush i ka marrë këto vendime? I kanë marrë një grup i vogël njerëzish, të cilët mbasën e kanë marrë të gjitha, me arrogancën e pushtetit, ka epitete nga më të ndryshmet për shqiptarin e zakonshëm. Njëherë i quan Çyryk, njëherë i quan Autik. Prandaj në 11 maj, betejë që ne kemi nuk është vetëm një betejë për të mbrojtur pasojën e përbashkët. Nuk është një betejë vetëm për të mbajtur fëmijët këtu, për i dhënë një perspektivë të rinjve. Është një betejë për të ruajtur dinjitetin.